Pse bre. Vetë sa ndaj isha ka mirë na petë shkoj poshtë. Më mirë zho. Yes. Okej. Përshëndetje njerëz. Shpresoj që jeni mirë krejt. Unë jam për momentin lundër t'ju përgatit edhe keni po besoj në story në Instagram. So po muj edhe miru ka shkon. Deq tash s'jam lëndu. London, s'jam lëndu. Tash kena mu përgjigj në pyetje që e keni bo ju në Instagram. Okej, pe anisum let njerë. Qysh e ke pas jetën para Big Brother? Jetën e kom pas s'ka ndryshu shumë, edhe mas Bigit, edhe para Bigit. Jam t'ju ndjek ëndrën që e kam. Edhe po, bili mas Bigit po vjen edhe ma zor me ndjek ëndrën. Sepse ka shumë a shumë rrugë me bo pare ma let se me boksu edhe mu lëndu çdo dit edhe me pas dhimt. Po, jam t'ju mshel krejt dyrë që mu kanë qel. Edhe i kom hapa pet derën e vjetër që i kom pas top para Bigit, usht boksi, edhe që ato prap po vazhdojmë. Se jam myt t'ju thonë, po e dini qëllimin që i kam boks, edhe për ata që më dujnë, edhe që i du me mojt premtimin që i kom jap. Pyetja e dytë, qa ju bën e para e Bigit? Okej, jo, që pyetja e këne krejt, se s'ka puls në full. Hek e duart. Okej. Wird der Kampf irgendwo gestreamt? Wenn ja, wo? A ka me dal meqi që ka me pas qash me 28-in Lunder dikun live. Besoj që po linkun e krejt sanet keni me pa kur t'u shtkua. Do me thonë janë halam përgatitje, po për ata që s'kan mundësi mu po live në Lunder, kina me jabo dhe na e qysh ju me mujt mu përsil live. A ka me pas vlog në Lunder? Po, ka me pas, që ne javë jam këtu, po u ka pak zor për mu, se po kam sparring çdo dit, do me thonë po rejna me tjerë, plus po shtroj 2-3 herë në dit. Tani mu mësu këtu në Lunder, klima, ne, trenere, plus ju e dini që unë e ti me folë shumë mirë anglisht. You know, I know you. Edhe për që ata ma let po m'vjen Lunder. Qështu, po kam ja nis me ingjizu ma shumë tash në pejtonës. Edhe po, kam e pas vlog edhe në Lunder, edhe kam e ka vlogi besoj shumë interesant për me pa. A jene lidhje, kjo pyetje mu ka bo shumë herë, jo s'jam, shkurt. Edhe nashta jam, ku me ditë. A i ke po Gjessin e koncert? I kom po Gjessin, po ju nuk pi kuptoni ala une qatë baj, a me kanë foli, a ku shkoj, nuk mujmë ju tërgu krejt sanet edhe s'kam qef edhe me tërgu krejt sanet me qit na për internet. Bashkë që t'ko që jena sot, edhe a i ka rrit shumë, edhe ka jetë shumë mirë për to. Po me bo foto, njerës direkt menojnë që e shfryzoj. Edhe unë s'kam nevoj me shfryzu kërkan, si do që kam nevoj. Për që ata, unë i takoj njerës me zamër, edhe fuli me zamër me ta, po nuk du të me ndosh do san me internet. Pse në Big je shi tjetër njeri, e në realitet je tjetër. Qaj që jam kon Big, jam edhe jashtë. Veç që në Big je ka një shpi, 3 muj, i mshelt, edhe i ke haru jetën jashtë qysh usht, edhe ke pas pun me njerës të prisht,
që edhe mi kanë qelë syt, se e pse po vëri kështu, unë e shqiptarët i du shumë, tepër shumë i du shqiptarët, edhe kur tjetër sans kisha dosh me konë. Jam krenar edhe i lumtur me krejt shpirtin që jam shqiptar. Po, bek kom po që nuk o kanë krejt shqiptar të mirë. Ka pos da njerës që njerës ma të keq, njashtë, njetë, kur s'mu ka ro mi po edhe mi taku edhe me pos pun me ta. E qaja ka një, qysh me thonë i kshilë kështu, që nuk i haroj kur. Kom pas shok që kanë taku shqiptar, edhe kanë tha, jo shqiptarin i kështu, ashtu, kështu edhe unë bajshë nervos. Jo vlau, nuk është ashtu, nuk është kështu. Po nëse shokët e mi kanë taku, qasi njerës, si në bek që ka pas do, edhe unë një kisha full për shqiptar, se shokët e mi që nuk janë shqiptar. You know? Okej. Pja nisim, pyetjet më bo pak ma interesant. A don mu rej me njerëz të famshëm në Gjermani? Po, i kam plan, veç njerë kam meqin me 28-in, edhe mas meqit kam njetë, edhe kum full me do njerëz që janë të famshëm, që kam qef me bo naj video me ta, edhe kam orej edhe me ta, edhe kena me provu pak ku shumë i fort. A menon që kemi fitu dhe sa je pregadit, sa je vendos me fitu, fito, mos na ba hor, forca. Une nuk isha hin në ring nëse s'kisha besu që fitoj. Po, edhe për mu shpak janë emocionet se jeri ma nalt, se që një vjetë që jam re, edhe ka të shumë s'kum pushu kur, për që ata i kam emocionet on top, po, une nëse s'kisha besu në veti, nuk isha hi në ring. Ka me jap krejt që muj me jap, mos më ju bohur, as juve as veten, po edhe mos harani nuk është kur gjo me hup. Vazhdon, adin, ti hup nashta 2, 3, 4 herë, po varet atë shu e shapeta ju. Nëse hup, edhe rinë rot, që atëherë ke hup. Nëse hup, po të shuesh e bosh ma i fort, e rejesh prap, që atëherë i për mua la fitus. You know? Me kam kështë pas qef me bo boks në të armen. I kam, i kena planifiku sanet me promote edhe të njerën që i kam. Edhe kena me po. Veç i kom po që Londër, i dina krejt Londër, Amerika, janë që tu linë boksi. Edhe boksi këtu nuk kreasohet me Gjermanin. Edhe i kom po sot, jam shku një stadion, edhe janë ka për 25.000 vetë, nuk i keni ide çfarë atmosfere, krejt trupi mu ka drill, çfarë atmosfere, ase atmosfere kur njetë s'ka me pos në boks në Gjermani. Po në Londër është boksi tjetër nivel, edhe du me boja 2-3 meqe, edhe shumë shpejt, edhe unë e more në stadion. Okej. Story time, a kina histori me polic. Kisha mujt me full me kalzu të stories, po fulli për një story ku jam koma i vogël. I kum lidh krejt kujshi që i kina pas, i kum bo bashk, edhe ju dinina për bo shtela, koksi viceja jashtë, plastikës që janë. Dixie-klu i thujnë ana Gjermanisht, nuk i di që i thujnë shqip, anglisht. Edhe kina pri, de u hi, një njëri i bo shtelës në vice, e qatër ku hinë vicejaj, i kum thirë krejt kina prit, e na shku krejt ju ngoj kina rzu ato. Edhe u dola njëri krejt jashtë me gjyra, petini ju. Edhe qaj u ka historia e parë, që janë orë policion e në shpjede, jam ka shumë i vogël. Edhe i di që më ka përqov bobi shumë. Për ndryshe, ma mjes për foli. Okej. Me cilin banor ki kontakt edhe e aprish me do njerës që ke pos kontakt para bigit.
Unë më thonë që me krejt njerës që kom pas kontakt para bigit, e që i kom dosh, e që i kom pas nga të meje, hala i kam nga të meje, hala i respektoj, hala dal me ta, hala foli me ta, hala i du, hala mdojnë. Njerës që janë orë mas bigit, 90% i shoh biznis, se ata para bigit që janë orë, edhe që janë ka ato. Do me thonë, edhe ata mu më kam për biznis, edhe mdojnë për biznis. Ata njerës që i kom taku para bigit, edhe veç një dit para bigit, ata e respektoj edhe kam respekt ma të madh. Po, kum taku dhe njerës, nuk isha besu kur, mas bigit, që janë shumë njerës të mirë, shumë tepër njerës të mirë, që s'kan interes, edhe që kam edhe do bashkëpunime me ta, edhe kini me po edhe tarmen, që ka me ndodhë krejt po. Një video e sparingit në Angli. Nuk është probleme që tash para meqës po kam qef me qit, jap t'ju bo sparing gati çdo 2 dit, edhe nesër apet kam, mas nesër apet kam, edhe kam e këqyr me gjezu me sparing e kam e qit pjesë. Po ashtu kështu kam e bo vlogin në Londër, edhe kam e bo një vlog meqin kur t'i kam, para meqit, edhe në meq t'ju hi edhe krejt sanet, kam e gjezu edhe keni me po mas meqit pak ma offer qysh kanë shku gjona kënej. Po. Edhe faleminderit për krejt komplimentet që me keni bo, po s'jam pyetje për që ata nuk pi lexoj, po shumë faleminderit. Okej. Kusht ka rejt qa kin ftyrë. Për këtë temë mu më thonë njësan që boksi apo janë njësë me futbolli e ka, unë e ty të japi një gol, 1-0 për mu. Boksi e ka, na shon e ty të reji, të rëzoj 10 herë, po tim ke ruk një herë, edhe ma ke bo sy një qivit. Unë e ku ti kam ftyrën e prisht, nuk do me thonë që më ka rej dikush. Nashta aj ka hup, edhe i kom rëzu knock-out, po nuk i ka një shajnë ftyrë. Po nashta aj më ka ruk një herë, e ma ka qirë krejt syni me gjak. Boksi qështu e ka? Boks, nuk është luj, nuk është fani, apo kupton, boks është luft, është meq, edhe nuk i meq pa lendime. You know, I know you. Okay, good. Okay, tash që e person publik, a mendon 2 herë para se me thonë diçka. Nuk menoj 2 herë, po edhe menoj 2 herë. Për ata njerës që më përcjellën e që janë ma të vogël, kam pa kujdes qa foli edhe ka i qoj. Kam qef me motivu edhe me jap energji të mirë. Po përdryshe nuk është që mendoj njerës njohin, njerës e din kush më takon jashtë qysh jam. Okej. Çka është ndjenja ma e keqe në boks? Ndjenja ma e keqe në boks është kur ti në ring, kur shkon, kur ti t'ju nxeje para meqit, edhe nxejesh, edhe t'ju nxeje menon, a jam pregadit boll, e pse s'kum ushtru dhe pak ma shumë, a ka me mjaftu krejt këta ushtrime që i kum bos disa muj për me fitu qit meq. Kjo është për mu ndjenja ma e keqe që ekziston. Kur ti në ring ti mo krejt ndjenjat, a hup, a fiton, të largohen prej trupit. Ato je si autopilot. Trupit funksionon, qysh je pregadit, edhe trupit që ashtu të ec. Që kjo, po. Une nuk kam frik more, se përndryshe nuk isha hi more, se une nuk po mshtin me zorë kërkush, po, une kam frik me hup, edhe besoj çdo njeri ka frik me hup. Nuk është frik, po frik me hup ban me pos. Se normal që na njerës nuk kina qef me hup, kina qef me fitu. Edhe kur t'kina hej, kur t'kina bo shumë për një punë, normal që kina qef me arrit maksimumin. Po, frika për me hup është normale, po nëse ki frik mu re, është tjetër san. Une për vete nëse kisha pos frik nuk isha heq mu re.
Okej, çfarë këshille të kanë dhënë mami e babi që nuk I ke harru kur? Okej, këtu më mjë thonë nisan, nëse mami e babi thojnë mos e ba se ka me ndodhë kjo e quen krejt në kom, beson mos e ban. Beson mos e ban kur një jetë se bash qa e ka me ndodhë. Beson. Unë e kom pësu nisan, mu me thonë I kom ngrol motorit pa leje, edhe I kom ngrol pa leje edhe nuk jam tut, edhe kur sans ka ndodhë. Njëherë ka thot babi, mos I hyp motorit, jo, anej, mami, krejt janë qu, apet jam hyp motor edhe bashkë dit ka ndodhë diçka. E qaja ka kështu e fundit që kom mësu, mos me ba këtë sama. Nëse qojnë prind, nëse e kanë pa edhe I kanë marrë vesh, nëse qojnë kom, leje e thu, okej, me qikash, o kry bap, mam, që. E pse po ban video gjermanisht? Unë e ka njerë po dhët me ba video gjermanisht se kam dhe fonca dhe njerës në Gjermani që më njojnë edhe po ka qep me di që është puna jetës tam për që ata po foli gjermanisht edhe për shumicën e videot jam t'ju bë shqip edhe që vjen shumë azor me fol shqip apet për baj shqip për juve. Për ndryshe krejcanet e Londrës keni me pa vlogën e ashëm që vjen tani. Ato keni me pa ma shumë, me sparing, me jetën këtu, me ku jam, me krejt. Pja fus gjumën se nesër kam më gjesh pak, kam më shku në fyzio, nesër kam pak pushim, e di dhe o nesër, edhe tani tonën janë njës prap apet. Mos u dërzoni, ju dua, edhe faleminderit shumë për mesazhet mira, edhe për foncat e mi, e njerëz e mi që më përcjellin çdo ditë se thema kryt. Shumë faleminderit edhe mos harroni, shpresoj që ju kam lundër krejt. Shpresoj që ju kam lundër këtu për meq edhe më japni shumë fuqi ju po live. Për ndryshe besoj që kam e qitë edhe ndaj link me këqyrë online për ata që s'mujnë morë. Shumë faleminderit, natën e mirë, kaloni mirë.